Nën regjimin komuniste Enver Hoxhës, Shqipëria përjetoi një periudhë të errët dhe të mbushur me sekrete, mistere dhe frikë të institucionalizuar. Në mesin e këtyre sekreteve qëndron edhe ishulli i Sazanit, një cop toke zhytur në legjenda, izolim dhe enigma të frikshme, i cili shërbeu jo vetëm si bazë ushtarake, por edhe si një vend eksperimentesh të dyshimta, ritualesh të errta dhe praktika që përshkruen nga dëshmitarë të rrallë si ngjarje të tmerrshme, që kalojnë logjikën e një regjimi thjesht autoritar. Sazani, i rrethuar nga deti Adriatik dhe i mbuluar nga heshtja e thellë e regjimit, ishte i ndaluar për qytetarët e zakonshëm dhe shumë pak njerëz e dinin saktësisht çfarë ndodhte brenda tij. Ai ishte një vend ku Enver Hoxha dërgonte njerëz të zhdukur, armiq politik, dhe ku shërbente si një qendër eksperimentale për trupa të posaçëm të sigurimit, por më shumë se kaq. Dëshmitë e pakta që kanë dalë në dritë flasin për rituale që kishin natyrë të errët, për eksperimente që kishin për qëllim dehumanizimin e individit, për izolim të plotë sensorik dhe për një lloj torture psikologjike që i kalonte kufijtë e thjeshtë të dhunës fizike. Një ishull ku oficerët e sigurimit të shtetit, të besuarit më të afërt të Enver Hoxhës, mblidheshin për trajnime sekrete, ku ata jo vetëm stërviteshin në teknika spionazhi dhe torturash, por besohet se merrnin pjesë edhe në seanca që kanë ngjashmëri të frikshme me ritualet e sekteve të errta, ku përdoreshin simbole të çuditshme, flijime të kafshëve dhe seanca që i kalonin kufijtë asaj që mund të quhet thjesht trajnime ideologjike. Shumë prej atyre që kanë folur pas rënies së regjimit për Sazanin e përshkruajnë atë si një vend ku ndihej një atmosferë e rëndë, ku mungonte ndjesia e kohës dhe ku ushtarët ndiheshin sikur ishin mbyllur në një realitet paralel, të ndarë nga bota, nën komandën e një regjimi që i trajtonte si eksperimente të gjalla. Enver Hoxha kishte një obsesion për kontrollin absolut, jo vetëm mbi trupin e njerëzit, por edhe mbi mendjen dhe shpirtin e tij. Dhe Sazani ishte një vend ku kjo mani për kontroll merrte formë më të pastër dhe më të errët të saj. Në këtë ishull, besohet se zhvilloheshin dhe eksperimente mbi izolimin e individit nga drita, nga zhurma, nga çdo kontakt njerëzor, për të testuar sa mund të thyej mendërisht një njeri përpara se të kthehej në një vegël të bindur të regjimit. Por më e frikshmja është ajo që kanë përmendur disa ishulltar që shërbyen ata ishull dhe që më vonë emigruan jashtë vendit. Rrëfime të çuditshme për takime të detyruara, me figura që i quanin udhërrëfyes të errët, për seanca nate me recitime të vjetra në gjuhë të pakuptueshme, për hierarki misterioze brenda ushtarakëve që nuk njiheshin nga komandant normal, dhe për dhoma të veçanta të nëndeshme ku askush nuk kishte të drejtë të hynte pa leje speciale nga Tirana. Në disa raste, sipas rrëfimeve të mbetura në hije, janë përmendur edhe eksperimente mbi kontrollin e mendjes përmes izolimit total dhe përdorimit të zhurmave të vazhdueshme, një teknikë e njohur në eksperimente psikologjike ekstreme. Ishulli, përveç funksioneve ushtarake, ishte kthyer në një laborator të errët të frikës, bindjes dhe çmendurisë së kontrolluar. Sazani u bë një hapësirë ku shpirtrat e thyer të kundërshtarëve të partisë përfundonin në harres, ku dhimbja nuk ishte vetëm fizike, por shpirtërore, ku edhe vetë koha dukej sikur ndalej dhe gjithçka ndodhte nën hije në një lloj pranie që shumë e kanë përshkruar si jo njerëzore. Simbolet e përdorura në disa mure të nënkalimeve janë përshkruar si të ngjashme me ato të rendit të errët masonik ose të kulteve të lashta, gjë që ka çuar në teori të shumta rreth ndikimit të okultizmit në disa aspekte të ideologjisë hoxhiste. Ka nga ata që thonë se Hoxha besonte se frika ishte forma më e pastër e adhurimit dhe se, përmes frikës, njeriu e dorëzonte veten plotësisht. Ishulli ishte vendi ideal për këtë lloj eksperimenti, i izoluar nga gjithçka, i rrethuar nga uji dhe nga heshtja e thellë e një regjimi që nuk linte gjurmë. Në fund të viteve 80, kur regjimi filloi të lëkundej, shumë nga dhomat e sekreteve të Sazanit u mbyllën, dokumentet u zhdukën ose u dogjën, dhe oficerët që kishin qenë pjesë atyre operacioneve u shpërndan në role të ndryshme dhe shumica prej tyre në heshtje të plotë. Sot, ishulli që dikur ishte simboli i misterit dhe frikës, është gjysmë i braktisur, por e vërteta asaj që ndodhi brenda atyre tuneleve të errta, brenda atyre dhomave të çuditshme me simbole të pashpjegueshme dhe tinguj që askush nuk i kuptonte, mbetet ende e mbyllur pas dyerve të një regjimi që e përdori dhunën jo si mjet politik, por edhe si një formë adhurimi të së keqes. Kjo është arsyeja pse shumë studiues dhe historianë që kanë analizuar
regjimet totalitare e përmendin shpesh Enver Hoxhën jo vetëm si një diktator brutal, por si një figurë që kishte shkelur kufitet të zakonshme dhe kishte krijuar një sistem ku e keqja institucionale ishte ngritur në nivel filozofie dhe në raste të caktuara si ai i Sazanit, kishte marrë forma që mund të përshkruhen vetëm si satanike. Dhe ndërsa kalon koha dhe më shumë të dhëna nxirren në dritë, e vetmja gjë që bëhet më e qartër se ky vend, ky ishull i humbur në mes të ujrave shqiptare, nuk kishte thjesht një bazë ushtarake, por një nga kulmet e fshehta të një regjimi që kishte humbur çdo lloj lidhje me njerëzoren dhe kishte përqafuar një botë kuptim ku vetëm frika dhe rrësira sundonin.